Jemi në kuzhinë të dashur shikues, bashkë me zonjën Vjollca, dhe sot është e njëjta ashtu si çdo javë. Ne do të udhtojmë sot zonja Vjollca, mirëmëngjes, mirë se të gjetëm. Mirëmëngjes, i përshëndesim të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin dhe sot do të shkojmë në Venezuelë. Në Venezuelë. Në fakt kemi 2 apo 3 javë që kemi vizituar të gjitha këto vendet e Amerikës Latine, kemi qenë në Meksik, pastaj ku ishim se s'më kujtohet? Sot jemi në Venezuelë. Meksik, Kolumbi, tani jemi në Venezuelë. Dhe zonja Vjollca, me sa mora vesh unë, do përgatis një pjatë e cila në Venezuelë quhet si pjatë kombëtare. Po, është një më tradicionale. Po, përfaqëson dhe nderon popullin venezuelian kur janë në gatime tradicionale. Për të realizuar këtë recetë, na nevojitet 500 gram për porcionet që do të gatuajmë ne. Nëse ne do të bëjmë një darkë si në Venezuelë, do të na duhet ndoshta 3-4 kg mish. Atëherë, për racionet që do të përgatisim ne, na duhet 500 gram mish viçi, po mishi të jetë tull. Të jetë komplet tull, paraprakisht unë e kam zirë, për arsye se siç e dinë të gjitha visat, duhet një kohë relativisht e gjatë. Nëse mishi është i freskët, siç është mishi im që unë kam marrë tek KMY-ja, atëherë për 30 minuta mishi është gati. E kam zirë dhe do ta pres në fije kështu me dorë. Kështu gatuhet receta. Na duhen 200 gram fasule të kuqe, një spec i jeshil, një spec i kuq, na duhet 150 gram ose mililitra, më mirë të themi, salcë, përsëri një lug piper, 2 kokra qep, na duhen hudhra, karota, ndonjëri mund ta bëj ose me karota ose me speca. Si ta shijoj, por bëhet edhe me 2 variante, edhe me karota dhe me speca. Atëherë, unë paraprakisht kam grirë qepën dhe si që shikoni, i kam vendosur në tasat të tillë. Tasat të veçantë. Sepse sot, ne në kuzhinën e Vilës 24, na ka ardhur një mik i ri, që quhet Çop Çop dhe luan rolin e një ndihmës kuzhinjeri të vërtet. Mjaftoi që ne të blinim një kuti Çop Çop dhe përfituam 2 të tillë, përfituam një për mua dhe një tjetër për zonjën Vjollca. Zonja Vjollca do të gri perimet që përdor në recetat e saj, ndërsa unë do të gri frutat për koktejlet që përgatis. Brenda në kutinë e Çop Çop ka edhe 4 tasa të vegjël me kapak, të cilët ju mund t'i ruani në frigoriferin tuaj për të mos lëshuar për shembull erën e qepës në frigorifer kur e ruajmë për një kohë, për 2-3 ditë që na duhet për receta të ndryshme, apo për të ruajtur edhe frutat që t'jenë të freskëta, të ftohta, edhe të mos bëhen të lagështa, sigurisht zbuluar edhe zbuten. Kështu që me Çop Çopin ton, kemi zgjitur gjithë këto detaje, gjithë këto probleme që kuzhina i ka dhe përgatisim gjërat në mënyrë të pastër, të shpejtë. Jo vetëm kaq, po brenda në kutinë mund të marrim dhe tabakan, që është e fiksuar me disa pita silikon, që nuk lëviz dhe e kemi në 2 variante, në një variant të tillë që mund të presim çfarë të dëshirojmë, por edhe këtu ku ne shumë thjesht mund të grim domaten, ndoshta na duhet me copa të mëdha dhe lëngjet kalojnë në për një kanal të tillë, ose shumë mirë këtu ne mund të shtypim dhe një biftek. E ndihmojnë këto kokriza, biftekun, që të bëhet më i butë gjatë kohës që ne do ta pjekim. Është një multi veprime vetëm në një tabakat të vetme. Dhe vetëm në një kuti kemi marrë gjithë këto gjëra që na hyjnë në punë çdo ditë dhe na vinë në ndihmë në kuzhinën tonë. Dhe do thoni ju sa thjesht, është shumë thjesht. Mua sot dhurat një ndihmës kuzhinjer nga Italia ka ardhur në kuzhinën time. Dhe është e vetmja pajisje, ku ne në këtë pajisje mund të grim gjithçka me lëkurë. E filloj me hudhrën. Pra nuk ka nevojë që t'i qërojmë? Absolutisht. Si që shikojnë anvisat, unë këtu kam 3 thelpi hudhër. Thelpit e hudhrës janë me lëkurë. Do t'i hedhim këtu. Do të vendosim kapakun dhe mjafton që ne t'i shtypim në një formë të tillë dhe hudhra mendoj që do t'jetë gati. Ja dhe lëkurat i nxjerrim shumë thjesht. Kjo pajisje, me një goditje të vetme, na ndihmon që ne edhe të grim edhe të qërojmë. Edhe të grim dhe të qërojmë. Unë kështu kam vepruar dhe me qepën dhe konkretisht do ta shikoni ju se si kam vepruar. Ndodh ndonjëherë që ne hudhrat nuk arrim t'i pastrojmë dot se na mbetet gjysma e hudrave në përlëkura.
Ose na mbetet gjysma e lëkurës në hudër. Gjithë aroma e lëkurës e hudrës del. Tani, ka raste që hudra na duhet shumë e shtypur. Ka raste që na duhet, për shembull kur bëjmë iman bajaldi, hudra nuk duhet shumë e shtypur. Atëherë, është forma ideale kjo që bëra unë tani. Nëse duam akoma më të grirë, mjafton që t'i bijem përsëri dhe hudra është gati. Pra, njësoj si në reklam, nëse doni konkretisht, unë jam Vjolca. Kjo që gatuaj këtu në Vilën 24 dhe ju garantoj që kjo pajisje është e shkëlqyer që ju mos bëni pis, që ju mos keni aroma të vështira në frigorifer, dhe nëse unë kam ngrirë shumë hudër, i vendos kapakun, kështu si që kam vepruar dhe me karotën dhe me qepën, dhe vendos në frigorifer. Dhe e ruajmë. Dhe Qop në ka ardhur si me porosi pikërisht sot në kuzhinën tonë venezueliane, në recetën tonë nga Venezuela, që ka nevoj për qep, ka nevoj për speca, për karota, sepse, si që kemi thënë dhe më herët, Venezuela dhe e gjithë pjesa e Amerikës Latine përdorin shije të forta në pjatë. Do ta konkretizojmë dhe me një gjysmë qepe me lëkur. Do ta vendosim pjesën konkave, pjesën e harkuar, do ta vendosim poshtë, ndërsa tulin e qepës sipër. Vendosim përsëri pjesën sipër dhe i bijem qepës me dorë kështu dhe gjithçka është gati. Atëherë, siç e shikoni, qepa është grirë dhe unë më njëherë heq vetëm lëkurën e qepës. Pra me një veprim të vetëm. As nuk lotova, as nuk u bëra pis, as nuk mbajera qep në dorë dhe gjithçka është gati. Me një veprim të vetëm, edhe që ruam edhe grim. U gri, nëse ju e doni akoma më të grirë, mjafton dhe 2 herë të tjera goditje dhe qepa, si që shikoni, është një grirje speciale. Një ndihmës kuzhinier në kuzhinën time kam rritur nga Italia. Mirë se erdhe. Mirë se na erdhi dhe shumë mirë që do na ndihmoj gjithë këto kohë. Ndërkohë, unë kujtoj anvisat që sot do të shkojmë në Venezuelë dhe do të përgatisim një pjatë që në fakt quhet pabellon. Ka si bazë mishin, por ato që po thoja edhe pak më herët, ka speca, ka fasulet kuqe, ka qep, ka rota, ka piper të kuq, sepse është e vetë zona që i pëlqejnë recetat dhe pjatat me shije të forta, me aromat forta, po që janë edhe shumë të shijshme. Zonja Vjolca thot shpesh që nuk mund të konsumojnë çdo ditë, sepse nuk janë aq të shëndetshme, sidomos për ata që duan të ruajnë edhe linjat e tyre trupore, por njëherë në kaq kohë ka nevojë të udhëtojë njeriu edhe me kuzhinën. Po, atëherë vazhdojmë me recetën. Fillimisht, në tigan, do të hedhim 4 lugë vaj ulliri, kështu gatuhej dhe në Venezuelë, me vaj ulliri. Tani, me njëherë, unë do të hedh hudrën. Hudrën që sa po e grim? Këtu nuk mban fare ambienti e ra hudër, sepse me këtë shtypje të gjitha veprimet, të gjitha vlerat ushqimore të hudrës, ndodhen këtu brenda. Atëherë përsëri do të filloj të hedh edhe qepën me njëherë. Kam përsëri qep, më duhen çik më shumë qep. Po. Dhe kështu nis puna në kuzhinat e Venezuelës, me vaj ulliri, qep dhe hudra. Atëherë qepën nuk e lë zbuluar, e mbuloj, për arsye se më duhet në një kohë më të vonshme. Do ta përdori nesër ose më vonë. Po unë do ta përdor sot me fasulet. Atëherë e lëm qepën sa po të filloj të marri një valë të vogël. Ndërkohë, paraprakisht, kjo recetë thamë që shoqërohej dhe me oriz. Pra, unë kam vendosur oriz për të zjerë, mbasi është pjata që do të shoqëroj gatimin që do të bëjmë ne sot. Sa oriz kemi vendosur? Si që shikoni, mishin e kam zjerë, oriz 300 gram, nëse kemi 4 persona në familje, mendoj që 80 gram oriz është racion, porcioni i mjaftueshëm për një person. Është orizi, është fasulja, është mishi dhe mendoj se në këtë pjatë, në këtë recetë, nuk konsumohet fare bukë. Pra të gjithë të përbërës, në gjithë të pjatë janë bashkuar bashkë të gjitha karbohidratet dhe proteinat dhe vlerat ushqimore që ka nevojë njeriu për të konsumuar. Do me thënë, venezuelianët hanë mirë? Hanë mirë. Hanë mirë dhe dyshoj këtu kemi pasur një të ftuar nga Costa Rica dhe ajo thoshte që këtë pjatë ndryshonte vetëm receta e përgatitjes ke fasulet a diçka e tillë në mos gaboj, që pothuajse kjo pjatë
mund t'i qesh vetëm një element që konsumoj dhe në mëngjes, dhe në drekë, dhe në darkë. Do më thëmë, fasulet e kuqe ishin prezent, ashtu si shtonë dhe dietologët, që legumet ne nuk do t'i heqim nga tryeza. Në qoftë se nuk janë në gatim, do t'jem pa tjetër në salat. Ashtu si që themi dhe për frutat e tata. Harrova. Në këtë pajisje ne shkëlqyshëm mund të ngrim dhe frutat tata. Arrat, nëse i duam në copat më dha për kek, ose në i duam në grimca shumë të holla për të bërë çokolata, ose për të pudrosur si për një biskot apo diçka të tillë, në të gjitha format, ndihmës kuzhinjerim italian, na jep format perfekte. Dhe kështu kemi nisur punën edhe me chop-chopin tonë sot, që na vjen në ndihmë për kuzhinën venezueliane. Dua të kujtoj edhe një herë ambisa të gjithë përbërësit që na duhen për të përgatitur një pjatë nga Venezuela, recetën e tyre kombëtare që i përfaqëson dhe që quhet pabellon. Për këtë recetë duhet 500 gram mish viçi, 2 thelpi hudhër, 150 gram salcë tomate, 2 speca me ngjyrë, 1 karrot, 2 kokra qep, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 200 gram fasule të kuqe, 300 gram oriz, piper të kuq, piper të zi dhe krip. Në fakt, në pamje të parë, duket sikur receta ka shumë përbërës. Shumë përbërës, por me një kohë shumë të shkurtër dhe me një prerje të saktë, ne i hodhëm të gjithë në tigan. Dhe koha shumë e shkurtër për të gatuar. I afrohet ose na ndihmon në motivin që kemi ne në emisionin tonë që të gatuajmë shpejt. Dhe ta servirim recetën deri në fund, madje do ta shijojmë në studio për t'i ardhur në ndihmë ambisave që ta shohin edhe rezultatin dhe të krahasojnë rezultatin e tyre, pra ato që kanë arritur në kuzhinën e tyre me ato të zonjës Vjollca. Atëherë siç e shikoni, mishi është i grirë, siç thash, jo me thik, po me dorë, i prerë ndoshta holl në fije. Edhe tani mishin që është komplet i zjerë, shumë shpejt zjeri, për 30 minuta. Tek KBY-ja mund të gjeni mish të tillë, e hedhim në tigan. I bashkojmë të gjithë përbërësit bashk. Dhe, ndërsa teksa zonja Vjollca po përgatit fazën e parë të pjatës, ne do të shkëputemi për një aftësirë shumë të shkurtër publicitare dhe kthehemi shumë shpejt në kuzhinë. Vazhdoni na ndiqni. Jemi rikthyer në studio të dashur shikues, po vazhdojmë recetën tonë venezueliane në kuzhinë. Zonja Vjollca, me se mund të ndihmoni? Atëherë, me absolutisht asgjë, vetëm 1 minutë dhe mbaroj punë me pjesën e parë dhe do të vazhdoj përsëri. Këtu kemi kaurdisur të gjitha së bashku, jo deri në skuqje, vetëm e kemi bashkuar bashk, pra qepën, karotën, specin e kuq, specin e jeshil dhe mishin që paraprakisht e kemi zjerë dhe këtu kemi lëngun e mishit. Do të hedhim pak piper të kuq, një lugë kafe piper të kuq. Do të kemi shumë kujdes me kripën për arsye se unë tek mishi, kur e zjeva mishin, hodha pak krip, ja dhe pak krip. Do të hedh piper të zi. Edhe po bën gati salcën. Në kohë më sot nuk po bëj asgjë. Do bësh. Për shembull, hedhim dhe salcën. Dhe ja, ma largo këtë që këtej. E kaurdisim pak të gjithë përbërësit, aromat që hodhëm në tigan dhe salcën, dhe do të hedhim nga lëngu i mishit që ne zjem paraprakisht për recetën. Po, kujtojmë dhe njëra ambisa që zonja Vjollca ka përdorur mish viçi, të cilën e ka ndarë me dorë në fije, por paraprakisht e ka zier për rreth 30 minuta, duke qenë se duhet të respektojmë kohën televizive dhe lëngun e mishit po e përdor tani. Po. E shoh, sa po ta mbuloj, e lëm me kapak, në një temperaturë të mesatare, e lëm që të valoj. Në një tigan tjetër, do të hedh përsëri pak vaj ulliri, dhe kjo është vazhdimi recetës së parë, pasi fasulet unë nuk do t'i hedh këtu, po do t'i gatuaj. Këtu kam lënë pak qep, që thash më duhet për recetën tjetër. Qepën që brim në fillim me chop-chop. Pa tjetër. Nëse do të më të pronte, do t'a vendosja në frigorifer, do t'a hedh dhe pak karot, dhe do t'i trazoj, do t'i kaurdis derisa të filloj të zverdhet pak qepa, do me thonë të filloj të tretet. Zonja Vjollca, a të duket impenjative kuzhina venezueliane? Jo daq.
kemi pas edhe më të vështira. Kemi pas dhe më të vështira, por thash me ndihmën tënde, me ndihmën e ndihmës guzhinjerit italian, realizohet gjithçka shpejt dhe në një kohë rekord. Tani, në momentin që qepa do të filloj të zverdhet pak, të tretet pak, do t'i trazoj së bashku me fasulet dhe do t'i lë me kapak, do t'i hedhe pak ujë, lëng mishi, derisa ato të fillojnë të trashet pak lëngu, dhe është receta plotësuese, ose mund të them si salc për recetën që përgatitëm, por dhe për orizin që do të shoqëroj pjatën venezuelane. Kam përshtypjen që duhet të ketë një shije shumë të mirë, pasi kombinimi i mishit viçit me erza dhe sidomos me specat, duhet jetë një kombinim i shijshëm, apo jo? Po, kështu mendoj dhe unë, ta shohim. Ja, gjithçka këtu po zjem, sigurisht do një kohë, do pak të 20 minuta, 15 minuta, 20 minuta, se nuk duhet të zjej në temperaturë shumë të lartë. Nëse do të zjente në temperaturë shumë të lartë, nuk do arishim dot që qepa të lidhi të gjithë përbërësit që kemi në tigan. Pra duhet me zjarr të ngadalë. Me zjarr të ngadalë. Edhe qepa, që ndonjëri nga ju acarot, ose si do të aqëroj, si do të lotoj, ky problem tashmë u zgjidh, dhe qepa është ajo, mënyra se si ne grim qepën që lidh komplet përbërësit e tjerë në një supë, në një gjell, apo në recetën që kemi në sot. Po, edhe në një pabelon. Edhe në një fasule shqiptare që shbëjmë ne. Mirë, jemi duke punuar në 2 kënde të ndryshme, kemi 2 tigan në zjarr, tek njëri kemi hedhur përbërësit, mishin, specat, erzat, ndërsa tek tjetri zonja Vjoca po shkuq të rish qep dhe pak karot. Do të bashkoj shumë shpejt me fasulen. Do të hedhe pak lëng mishi dhe gjithçka do të jetë këtu derisa ajo të mpikse dhe fasulja vetë të filloj ta trashi pak lëngun. I gjithë pabeloni, sepse kështu quhet receta, bëhet në tigan zonja Vjoca apo kalon edhe në furrë? Shiko, nëse unë do të kisha... Jo, nuk kalon fare në furrë. Nuk kalon? Jo, nëse thash se për këto tigan. Nëse unë do kisha sasirat më dha, sigurisht do kishte tenxhere më të më dha, por zgjidhja për racionet, porcionet që kemi ne është kjo që kam unë këtu. Do të hedhe fasulet. Do t'i trazoj së bashku me përbërësit e tjerë. Dhe për një anvis që gatuan në shtëpi, shumë e thjesht, nuk mund të na trëmbin gatimet e huaja fare. Do t'i hedhim shumë pak ujë, jo derisa ta mbulojmë komplet fasulen. Do t'i lëmë kështu, që ato të zjejnë dhe të trashin lëngur. Zonja Vjoca, si thua, si kur të shkoputemi tani për ta parë më vonë rezultatin e recetës? Unë jam gati. Dakord, mirë. Do të kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas linja kalon për kolekt e informacionit të News 24 për edicionin e radhës, dhe do të themi sërish në kuzhinë për të provuar pabelonin, por edhe për një tjetër recet, apo jo? Patjetër. Sërish venezueliane? Po. Sot kemi shkuar të dyja në Venezuelë. Po, mirë, do të kthehemi shumë shpejt në ekranet tuaja. Ose kemi prur Venezuelën këtu. Po, kemi sjellë Venezuelën në Vila 24, vazhdoni që ndroni me ne. Jemi kthyer në transmetim të drejt për drejt në Vila 24 të nderuar shikues. Jemi me kuzhinë venezueliane sot, ashtu siç bëjmë çdo të enjte. Kemi përgatitur recetën e parë dhe jemi gati për të bërë tani më një ëmbëlsirë po nga Venezuela. Po, perapida. Perapida quhet? Perapida. Po. Emrat si çuditshëm i kanë. Po, shumë çuditshëm. Madje mund të them që e harrova emrin e recetës së parë, për humor. Tani do të vazhdoj ta servirim mirë, me që gjithçka është gati. Po. Siç thash, bëra orizin. Do ta hedhim në një mas, në një kup ta servirim. Po. Ndoshta atje në Venezuelë hedhin pa formë, po ne po e respektojmë. Neve do i fusim dhe çik doza shqiptare dhe doza nga dora e zonjës Vjoca. Nuk ka problem fare, ja. Do të vendosim orizin, doza e zonjës Vjoca, më morëm sysh. Ja. Servirin pjatën e parë që është gati, anvisat e kanë ndjekur gjatë të pjesës së parë se si u përgatit kjo recet, me të gjithë përbërësit e saj.
Zonja Vjolta punoj në 2 tigane të ndryshme dhe rezultati është ky. Nëse do të kemi kohë më vonë, do t'u kujtojmë edhe një herë të gjithë procesin përgatitor të recetës. Ndërsa tani është momenti thjesht për ta parë. Po, vazhdojmë. Do të hedhim në anë të pjatës fasulet që pothuaj se janë gati pa lëngë. Me që kujtoj, fasulet i bëm me qep të skuqur dhe me pak karrota. Me pak karrot, dhe me lëngë mishi. Mund t'i vendosim edhe pak spec, çfarë përgatitëm dhe në recetën e parë. Dhe tani edhe pjesa tjetër, thash, janë në trajtën e një salse. Duken shumë të mira këtu nga pamja. Sigurisht, receta bazë është kjo që ne përgatitëm këtu. Pra mishi me specat, që ka një aromë të shkëlqyer. Po. Unë uroj shumë që janë visa të kem punuar hap pas hapi me ne dhe të jetë edhe për to momenti që po servirin pjatën. Është një recetë e thjesht që mund të mbahet mend dhe thjesht janë visat ashtu siç më kanë parë. Janë përbërës që i përdorim dhe ne këtu në Shqipëri, edhe shqiptarët, dhe që në treg gjinden shumë thjesht dhe me një kosto shumë të lirë. Pa. Atëherë rregullojmë pjatën, dhe gjithçka është gati. Ta vendosim këtu? Po. Kjo është receta e parë. Kjo është receta e parë venezueliane. Tani hidhemi ke receta e dytë. E dytë. Marrim një thik. Do bëjmë ëmbëlsirë tani. Si që shikoni, Zonja Vjolta, çfarë është kjo? Përbërësi kryesor, kjo është qumësh i kondensuar. Qumësh kutije, si që themi ne. Kjo është lëng Këtu është lëng dardhe. Jo, lëng dardhe. Ndonjëri që s'ka lëng dardhe mund ta frulatoj dardhen bashkë me ananasin. Dhe këtu kemi ananas. Pra përbërësi kryesor për këtë recetë është fruti i ananasit. Të gjithë këto përbërës ne do t'i frulatojmë, e heqim këtë boshtin, i presim në kubik. Nuk ka problem pse janë këto anët e lëkurës, për arsye se ne do t'i kalojmë edhe në kulles. Heqim dhe këtë. Pra ananasi do të grihet dhe më pas do të shtrydhet. Po, do të frulatohen të gjithë përbërësit së bashku në një frulator, që janë visat, besoj se të gjitha e kanë në shtëpi. Po, në kuzhinën e tyre. Në kuzhinën e tyre. Dhe të gjithë ananasin do vendosim o vetëm gjysmën? Varet, nëse është ananasi shumë i madh, po, do të përdorin gjysmën. Nëse është i vogël, do ta përdorin të tërë. Mirë, të themi përbërësit për këtë recetën e dytë, për ëmbëlsirën venezueliane që do të përgatitë zonja Vjolta, ta heqim të zezën. Ja, e hape. Përbërësit për një ëmbëlsirë nga Venezuela, që quhet perapina, janë një ananas, një luggjelle miell orizi, një kuti qumësh të kondensuar dhe 2 gota lëng dardhe. Janë pak përbërës, po rezultati duhet jetë i mirë. Këto janë, mund të shënojnë të gjithë këto përbërës ne i frulatojmë. Dhe mbasi i frulatojmë, i hedhim në përgota, i vendosim në frigorifer, në një ngrirje, në ngrirje mund t'i vendosim, dhe kur t'i nxjerrim, xhbëjmë, marrim një tepsi, me banjo Marie quajmë këtë, me ujë të ngrohtë, që e përmban temperatura e gotave të ujit, jo i valuar, vendosim gotat, sa po tolerohet një çik masa e lëngshme. I përmbysim në një pjatë, anash pjatës mund të vendosni fruta si të dëshironi ju. Edhe fruta thata? Jo, frutat thata, frutat freskëta që përmban stina, mund të vendosni moll, mund të vendosni dardha, mund të vendosni pak rush, kivi dhe serviret. Gati pothuajse si akullore. Ne kemi hedhur në grirëse në frulator ananasin. Të gjitha do t'i shtojmë, do t'i bëjmë bashkë në frulator? Shiko, ananasi që kishim ne ishte goxha i madh, por them që është mjaftueshëm kaq. Atëherë, marrim një lugë. Po. Udhëro. Hedhim këtu lëngun e dardhës. Hedhim dhe qumështin e kondensuar. Qumështin e kondensuar. Normalisht nuk ka nevojë për sheqer derisa është qumëshi që ka goxha përbërje sheqeri. Do t'i frulatojmë mirë të gjitha këto së bashku, pastaj do të shtojmë një lugë miell orizi.
për ta bërë më kremoze. Mirë, teksa zonja Vjollca bën frulatimin e tyre, përbërësve, ne do të shkëputemi për të parë se si bëhet kuzhina venezueliane përmes një inserti. E shohim bashkë. Kuzhina venezueliane në përgjithësi përmban ushqime të lehta. Në Caracas ka një shumëllojshmëri të madhe të restoranteve, më shumë se çdo qytet tjetër në Amerikën e Jugut. Gatimi në Venezuelë ka rënjët nga Europa, nga indigjenët dhe afrikanët, një kuzhinë ndikuar gjatë shekujve nga emigrantët. Mishi i zirë dhe i coptuar shoqëruar me oriz, fasule të zezë dhe banane, një pjatë kjo tradicionale e Krishtlindjeve. Misri i ëmbël i shoqëruar me djathë përdoret shumë në kuzhinën venezueliane. Mikpritja është mjaft dalluese tek venezuelianët. Lëngjet e frutave janë jashtëzakonisht popullore dhe kanë një larmi të madhe të sallatave, edhe pse këto janë parë tradicionalisht si plotësuese dhe jo si pjata kryesore. Jemi kthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Zonja Vjollca po bën përgatitjen e ëmbëlsirës, pasi kemi fruluar të gjithë përbërësit, ne po i kalojmë në një kulles për të marrë edhe një luk tjetër. Koncentratin edhe një luk tjetër, ja një sekond. Kjo më e vogla. Atëhere, e kullojmë komplet. Në fakt duhet një sitë më e madhe se kjo. Po, si që shikoni, gjithçka është kremoze dhe këtu nuk mbetet absolutisht asnjë gjë. E bëjmë këtë vetëm mos na mbetet në një nga ato ciflat kafe që ka ananasi. Ja, e largojmë këtu. Po, që mbeten të pjesa e lëkurës. Po, marrim një sitë tjetër, që tjetë pak më e shpesht. Ky është procesi për përgatitjen e ëmbëlsirës, të cilën thamë më herë, do ta ruajmë në frigorifer. Po, në ngrirje. E vendosim në frigorifer dhe e ruajmë. Shijojmë kur të duam ne. Për 3-4 orë, pastaj e nxjerrim nga frigoriferi, sigurisht mund të vendoset dhe për ta përdorur ditët të tjera, nuk ka absolutisht asnjë problem. Por Zonja Vjollca, të pëlqen kuzhina venezueliane? Po them nga shija më pëlqen, se unë kam jetuar në veri dhe në veri rënd kemi ngrënë. Për arsye se stina është e ftohtë dhe të lutem, zgjat më shumë. Të lutem, kam gotat atje, kam mundësi të më sjellësh? Tjetër. Këto janë gotat ku do të serviret ëmbëlsira. Ti vendosim këtu? Po. Atëhere, mbushim. Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Kjo ëmbëlsirë, dhe kjo gati bëhet si një sorbeto, kur fillon të zbutet, mbasi e kemi nxjerrë gjithmonë nga ngrirja, ose si një akullore, për arsye se qumshi i kutisë nuk e lë që të ngrihet komplet, të bëhet si akull. Okej. Ja. Gjithçka është gati. Gjithçka është gati dhe ja ku janë recetat e Venezuelës për ditën e sotme. Zonja Vjollca, përveç se jep rezultate shumë të mira në të gjitha recetat që përgatit, qofshin këto shqiptare apo të huaja, edhe recetat specifike të vendeve të ndryshme, të shteteve të ndryshme, i dalin mjaft mirë, siç e shikoni dhe vetë. Unë uroj që të kemi dhënë ide të larmishme për ditën e sotme, por edhe për kuzhinën tuaj në vazhdimsi, nëse në një ditë nuk keni vendosur se çfarë të bëni për drekë, një pjatë venezueliane që unë do ta provoj tani, do të ishte një sugjerim shumë i mirë. Mundem? Mere pjatën më afër? Po. Shijoje. Të gjitha unë ndaj këtë? E tëra është e jotja. Nderit. Përfundimisht, venezuelianët hanë mirë, dhe përfundimisht, zonja Vjollca është perfekte. Ja, nuk janë perfekte, po... Ka dalë shumë e mirë, shumë e shishme. Unë do sugjeroj ta bëni në shtëpi, ta provoni. Mendoj që është e shishme. Ne shqiptarët, edhe nëse do ta përdornim vetëm pjesën e mishit me speca, për mua personalisht ishte një ide që mund ta bëjmë një gatim të tillë dhe një
oriz, nuk është as pak diçka tepër që mund gatuhet, mund ta bëjmë dhe në shtëpitone. Mërsirën do ta provojmë më vonë, pasi ta kemi kaluar në frigorifer, në ngrirje, ndoshta në Jo, kjo konsumohet edhe kështu. Aha, edhe kështu? Jo, pijet. A, pijet. Po. Okej. Edhe kjo ka një shije shumë të mirë, ananasi, po e mbaj këtu. Po. Ananasi me dardhën dijen edhe qumshti më ka dhënë një aromë shumë interesante. Unë e di që ju do ta provoni se jeni bërë kurioz tashmë, duke parë dhe gjithë punën tonë. Ka dhe shumë nga ata të cilët përfitojnë nga rasti, falenderoj që punojnë hap pas hapi me ne, edhe ndërkohë që zënja Vjollca punon në kuzhinën e vilës, ata punojnë në shtëpitë e tyre. Faleminderit shumë zënja Vjollca për gjithë përkushtimin e ditës sotme. Edhe urojmë që ndonjë venezuelian, ndonjë shteti si Venezuelës na ketë parë edhe ta ketë vlerësuar punën tonë sot. Ndoshta ndonjëherë do na jepet rasti që atyre t'u tregojmë recetat tona të mira shqiptare, megjithëse edhe ata nuk kanë keq me kuzhinën. Ishte gjithçka kishim përgatitur për sot në kuzhinë të dashur shikues. Jemi në fund të këndit ton të ambisave. Do t'ju lem takim nesër në të njëjtën orë, si gjithmonë në Vila 24 me zonjën Vjollca për të tjera receta të mira gatimi. Është momenti që të shkëputemi, ne po vazhdojmë po shijojmë ato që kemi bërë deri tani. Unë ju lë me transmetimet e News 24, vazhdoni qëndroni me ne. Miropafshim.